Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në epizodin e radhës në podcast. Këtë epizod, mysafire kemi Lydra Vraniqin, e cila ka ardhur e cila është këtë për të na treguar eksperiencat e saj dhe dashurinë për 4 putroshat. Përshëndetje Lydra. Përshëndetje Ylka. Faleminderit që gjetët kohë edhe të falenderojmë gjithashtu që ke ardhur nga Prizreni në Prishtinë për me qenë pjesë e podcast. Faleminderit edhe ty. Në Prishtinë vijune se Prishtinës jam, po momentalisht tash për tash po jetoj në Prizren. Kështu që kjo qarkullimin e kam zakonshëm, po masi është emisioni për shtazë, natyrisht që vi pa pritu. Faleminderit shumë. Atëherë Lydra, a mundesh më na tregu se çish ka filluar dashuria jote për 4 putroshet, po gjithashtu edhe sa aktivizmi sa i përket ndihmës të kafshëve, atë ndon ty prej Prizrenit dhe Prishtinës, apo në cilën pjesë jeni më aktiv në ndihmën e tyre? A di qysh une edhe në Prishtinë kur kom jem tu, s'kam qenë pjesë në ai grupi apo diçka, po pri fëmija, kjo dashnia për shtazë lidh pri shtëpisë, prej familjes, që të mësoj prind me i trajtu shtazë, na gjithë kemi pas. Na i shtazë, shpe macë ose qaj kryesisht, hala kemi këtë familja qenë. Po puna me që ka fillu në Prizren është që prej 2019 kom dalë unë me burin tem me jetu në Prizren. Edhe të pa një qenë me zgjebe në qytet, ko nguta natyrisht për shku me gjithë barna i laqe sene, dhe shkova të njoni për veterinarve, me cilin vazhdoj me pununa, edhe për lypi, qka po i lypi barna për me shëru, edhe që aty më tregoj që ka një grup njajt në Prizren që kujdesën për shtazë. Edhe kështu që masane ju kom bashkan gjitë një grupi matë madhë njerëzve, që është organizatat 04 putroshat, që veprojnë që disa vite, po une si bashkangjitja ime me në ta u konë pak si spontane, do me thonë rasisht, po tash punojmë veç mënyrë ma të organizume dhe ma të regullt. Po mjerë shumë mirë që në Prizren ka që organizim të mirë sa i përket ndihmës kujdesin ndaj tyre. Po ka, është, po mendoj, ka, s'po dit është fiksa persona janë, se kur është puna vullnetare, nuk është që është punë me orar. Adin, tash se cili angazhohet me aqë kohë sa ka mundësi. Dikush është mësuse arsimtare, ku gjatë verës është ma aktive, adin, po më varet për profesioneve, njerës po janë aktiv varësisht prej obligimeve tjera, që ka natyrisht në akreti kemi edhe obligime tona, familje, shtëpia, sende, po se cili e bon qaqë sa mundë të e pas parasysh që kjo punë edhe merë kohë, të merë edhe energji, po të merë edhe shpirtnisht të kushton shumë. Adin, ka njerë po të vynë edhe pauzë me bo se seriozisht po të dhemë shka po shef. Adin, kështu që po thush, adin qysh po më vynë ja 2 javë, mos me bo kur gjo se rast mas rasti, edhe peshet që gjumi natën s'po të merë mira, kuptan. Është diçka shumë e vështirë, mi tregu dikuj që nuk është në këtë pjesë. Shumica nuk e kuptojnë, apo jo? A di qysh, unë edhe kur flasë për këtë tim prekna, që s'tash për shamull shumë vështirë po vjerë. Se ka raste kur na duhet me vendosë, me shti gjumë një shtazë. E me ndorë një vendim? E me marë ti ndorë një vendim qaqë të vështirë, ka njëre për shamull financat, ty ta përcaktojnë, a me vazhdu me shëru qatë qanë. Se financiarisht është shumë e kushtushme, edhe për shamull veterinarin a thotë, qëre na munëme me trajtu, por është shumë e kushtushme, është shumë e randë, plus pasane i trajtimi, të na për shtazë, nuk është në nivelin e duhun. Shumë shpesh kemi trajtime bazike, apo kuptan. Edhe tash, ose dush me mundu qenin, ose dush me fut gjomë. Na rastin e fundit që e kemi, duna me përmend, e kemi një qenushe Liza, e cila është godit për kjerit, po nuk ja ka dëmtu palcën kurizore komplet, edhe fati i mirë dhe i madhë që kemi edhe shqiptarët tonë që jetojnë jashtë, edhe të Prizrenit banorët të letë që janë Zvicër, janë Gjermani, edhe Vanesën edhe Damirën e kemi në Zvicër dhe Gjermani, ja kanë siguru fosterin, edhe na i kemi transportu Lizën prej Kosovës për Gjermani,
Edhe tash është operu në palcën kurrizore. Për ndryshe, këto 2 gra që na e kanë mundësu që të operim ja bo, na këtu s'kishin pas shansa me bo. E është dorë që janë me shtinë gjumë, që e di që për dikosh është shumë vështirë me paramendu, po seriozisht është vendim ekstrem i rënd. Apo dim po dush me anal jetën dikujt që mundet me jetu dikun tjetër, edhe me një shtet tjetër shërohet. E po është ekstrem e vështirë, po thamë nashta po emocionona pak ma tepër, po për mu është ekstrem e rënd. Unë po të kuptoj shumë mirë Lydra, se edhe mu me emocionove. Herën e fundit e kom qenë qenë me shëru, diçka shumë e lehtë ka qenë një trajtim të mjeku, dhe ndërkohë e kom pa një aktivist e ka pru një qenë për me shtinë gjëmë, shkaktar ka qenë dëmtimi prej veturës në Kurrez. Edhe kom hinë dhomën ku u bo gati qeni me shtinë gjëmë, do me thonë me ndalë jetën e ti, edhe për nështë për 2 minuta kom nejt, ja kom baj dorën, qeni ka qenë shumë i mirë me organe tjera vitale e krejt, edhe më këqyrë keme shikim që s'me këtë korë prej syve, që shumë shtirë. Sikur më lutë ke që mësë më shtinë gjëmë, ajo veç u pregadit ke aj langu që veç e mytë, do me thonë, edhe ke që ka kom bo, asë nuk e kom po në herë pas atë aktivist, po veç kom najtë në ndonë. Mos me vetëm. 2 minuta ja kom mojë dorën diri sa e kanë shtinë gjëmë, edhe është shumë e vështirë për një qenje që e falë Zotin, nasi njerës me vendos me shtinë gjëmë, se një vëzit si pa kujdes, shumë se një njeri që nuk ka pikë mëshire vendos me masakru një qenje gjallë. A dhe në qysh aksidente do dhe në sensë, edhe njerës po shkelin e krejtë, po menoj, kur po mund është me shpëtu, mirë, aden, po është e ronë, po kuptan, është e vështirë. Po, ama edhe nuk kanë kujdes, edhe disa e bojnë edhe me qëllim, me kjere, thjesht mu kanë ngullë në kry që e bojnë me qëllim, se kom hasë në njerës tillë edhe nuk e vrasin mendjen heq, e bojnë si për kështët për fan. Po di, po du me besu, që të them, po, që po di. Po, si do që të jetë, se nga murkohje shumë emotive kjo pjesë, po... Ama që të është në rastin e Lizës, na kemi bo që to, jemi bo bashkë shumë njerëz, dhe kemi vendosë me shtytutje, ka pas operim, 4 orë ka zgjatë operimi, ka dalë operimi, tash ko me shku në fizioterapia, sen, është qenë fenomenale, apo kupton? Kjo është storje me përfundim pozitiv, apo kupton? Sa ja dim vlerën, ja. E kjo diqysh është, po menoj, edhe këto 2 gra që në kanë ndimu, Damira është e Prizrenit, Vanesa është një zvicrane martume me një Kosovar, kështu që e kemi bo një network, një lidhje të madhe të njerëzve, ose njerëz që kanë vizitu Prizrenin, kanë lyp naj shërbemi, ndihmu me për naj qenë, për naj klysh. Majmë kontakte, vazhdojmë majtë kontakte me ta, edhe ta, për shembull dhe punën e adoptimeve. Kemi pas një vit super sukseshëm për adoptime jashtë vendit. Brenda vitit kemi qenë një vit e 4 muaj, më straj, i kemi qenë 25 qenë jashtë Kosovës. Një ndërtasht edhe jami që po pretë. Tash kismet. E tash po du me thonë, pojenta është që krejt njerës që po i njofim, ose ata që kanë marrë qenë për neve, po flasim me shokët. A du në pja bëjë si friend of a friend, apo din ask a friend, ata non stop. A din që kanë shokët tonë Prizreni qenë, edhe që shtu kemi mri 25 qenë, kemi që jashtë. Po mënoj që është sukses i madha, edhe për organizat vogël 3. Në familje super të mira, jam e bindën. Po, deri tash s'kemi pas asë njerë problem. Adin qysh edhe kërë një person, si me thonë, unë e ty të kom shoqe, tash të shoqes tande po i jep një rekomandim për një adoptim. Edhe tash kur unë e ty e di qëfare, e di që nuk zgjedh adoptus pa lidhje. Kështu që një farë garantu si po janë këta shokë tonë që po janë në mes. Qështu po hecë mirë njerë të është të shofim. Atëherë Lydra, a mundësh me nga të regu se sa i përket kastrim sterilizimit, këti kujdesi ndaj kafshve, ndaj qenve, ndaj cakë në Prizren, qysh që ndrën situata? A dini qysh, na në Prizren, unë e pëtam, masi jam edhe
pjesën e jetës tame kom kalu krejt në Prishtinë dhe di situatën për shembull Prishtinë dhe në Prizren. Që Prishtina e ka pak për problem qasje në strejmore në kubortu, kastrim sterilizimi. Ndalimi me Prizren është që na kemi qasje të lirë. Qështë po mendoni të lirë? Na për shembull me kontraktorin e komunës Prizrenit e kemi një raport super shoqëror. Do me thonë thirëm telefon me veterinarin e strejmorës, vesin, une për shembull nëse unë dalje kemi makinën e organizatës, dalje dhe shoh që është një, sidomos qenushet, i kom pik dop natyrisht, shoh qenushe pa vath, unë e kapi e shtinker, edhe vetëm duna me po është dikush në strejmore, që me hap derën. Edhe na jemi të lirë, me marrë qaj vetë, i qojmë strejmore, na i kastrojnë, i sterilizojnë, i vakcinojnë, edhe na i këthejmë qytet. Njëjtën kohë, për qaj që s'mujmë i marrë na vetë, që vytë mu përdora në estetiku, absolutisht i thrasim kontraktorin, vjen të me thonë, e kemi bashkëpunimi si mu konë një organizatës, ja po më kuptan. Jo, s'po të kuptoj se jo e njëjta s'është e nakshë që po më vyn me perceptu këtë pjesë ko mirë. Qëtë për s'po di ma thjesht që me ta spjegu, na jemi si shok me zveti, na kemi kriju relacionin e shokve, ata punojnë me kontrat për komunën, na jemi organizat për mbrojtës shtaze, edhe na identifikojnë për shambull qajtë që jënë pa vëth. Diri tash, ka funksionu perfekt. Na i thrasim, vinë ata, i marrin qajt, i marrin bashk, i mushim 2 kere me qaj. Na qojmë bile, s'po di shme thonë, i kemi raportet që unë shkojnë strejmore hia aty, i ushqejmë qajt, pastrojmë bashk, na herë shkoj vëq për qef. Apo do vëq mi pa qaj qësh janë. Do me thonë, i thras veterinarin, i thamë këshyre se po du me t'i pru 3 qaj, apo shkon punë, po thot s'pa problem që jem të shku. Në fakt, e kuptova për fillimit, po super është, anglisht thojnë too good to be true. It is too good to be true, po na kemi mri se qërem. Ata, përveç e kam punë kontraktume, e kam pa që dhe na zatën e kemi të punu seriozisht. S'kemi, neve po na konvenon, për qërë tash dushme pa edhe pri anës tjetër, për neve na konvenon shumë se na i qojmë aty qajt dhe na s'kemi obligim financiar. Do me thonë, ato bon me fondet të komunës. Njëjtën ko edhe kontraktorit i bjen që për i ndihmojmë me mbledh ma shumë qaj, se është vështirë. Komuna e Prizrenit është bajgi regioni hapë, unë ka bajgi fshatna, apo kupton. Po so i përket raportit tonë, për që ato dësha me thonë se kur nalësh me këshyrë na kret një qëllim për kemi. Tash s'pedi pse mos me mujt milion të ashtu preferencat personale pak si anash, tash na pëlqen dikush mu shëqnu me to, s'ka nevoj mu kosh shok ma të mirë, po qëllimin e kemi të njajtë. A dën t'i lojmë tash me ata që kemi qef me najt i thirim telefon dalim pim kafe. E me ata që jemi në punë, t'i krymë punë, po në Prizren kemi kryu qasi raporti. Plus qajnë që i marim na të lëndum, të shkelun, ose që operohen, ose dishka plot lëndime na i krynë veterinari i strejmorës. Edhe aty i bon, qenë edhe sterilizohet, kastrohet, mjekohet, bova ki prish zhugës, ka na i thymje, ka diçka e majnë, 3-4 jave majnë qenë për neve. Do me thonë, e kemi raport, po thamë, krisin ndru, mos të marim sysh. Qenin une që e kam për shambull, aje ka që njoni për rasteve që është shkel, dhe e kemi operu, është dosht me najtë më boks 6 javë, unë e kom majtë në strejmorit e Fidani, 6 javë, pa kur farë kompenzimi, e sot qeni tash, ajo është dosht më këthy rrugë, po tash është qeni po e kom adoptu. Po kemi bashkëpunimin seriozisht top. Shumë po më vjen mirë që po ndi diçka tillë, përderisa aktivistët në Prishtinë nuk e përjetojnë të njëjtën. Kështu që bashkëpunimi me komunë është i domosdoshëm, gjithashtu për kastrime, sterilizime, aq më tepër për mjekime kur ka të bëjë me ndonjë smundje qytetike, e që e dim që shifrat e veterinarët arrin bajage shumë, sepse çmimet për një me nuk janë të përballueshme për një aktivist
2 e 3. Qysh na kemi shumë raste që jemi tu i majt në për strejmure ndryshme. Qanë që kemi mbledh, jo e ka të lëndum ose diçka, ose i kemi gjithë shumë të vegjël, po këta në strejmurën e Prizrenit, për shembull, thom strejmure e Prizrenit është strejmure private kontraktorit, po momentalisht e kemi një qanë që e kemi operu kukin. Po ai duhet me najt i izolumja 6 javë. Edhe tash na për shembull që ato s'kishim mujt me majt 6 javë te veterinare. Edhe si majna, edhe ama po them për këtë pjesën e kastrimit, sterilizimit, hec super. Ka na thirrje kemi non stop, edhe na si organizohet kemi thirrje për banorëve, se janë mësu tash që na shkojmë i marrim, i çojmë për kastrim, i kthejmë, domethënë tash edhe neve na thrasin, edhe kur jemi të banorët, sa janë bashkëpunëtor, banorët e Prizrenit, në lagjet e Prizrenit, a janë të mëshirshëm ndaj qenve, apo qysh qëndron që kjo pjesë? Edhe adoptimet kisha pas qef edhe me cek, a ka adoptime në qytetin e Prizrenit, apo ma shumë janë po ma shumë janë evidente blerje të racave apo adoptim? Dallimi është i madh. Unë e di në fillim kur kom shku në Prizren, e di edhe prej shoqeve tjera që janë në grup që jemi bashk, njerëz për shembull e kanë pa edhe problematike dhe punën e të ushqymit e sa. Po tash kjo po është edhe në shtëpi që po mësojnë fëmijët, a mu tut për shtaza, mos mu tut, apo edhe në tash na kemi njerëz që i dojnë shumë qajt, ka njerëz edhe që nuk është që i urrejnë, po vetëm jam të friksohen ma tepër. Në anën tjetër, unë e kuptoj edhe për njerëz kur e shohin një tuft 10-15 qaj të hec, për dikon që nuk është i familiarizum, nuk është abnormali edhe mu tut për tyne. Normal. Apo kuptojnë, se është e frikshme ti kur i sheh 10 qaj të hec, edhe sidomos nëse si e bash qështu si na që miremi pak ma rregullisht në shtaz, natyrisht është e frikshme. Po na një të mire kemi që në krejt lagjet ku punojmë na, munohemi që me identifiku njerës që i dojnë shtast. Kemi roba qepsin, bardhylen, e kemi atë shitsin ambulantin, vjasharin, avdeni kemi sësën në mahal, kemi njerës që i dojnë shtast. Edhe ata i kemi si të deleguar të lagjeve. Ata na kallzojnë qëre se kam pru një qanë 3, hajde mere, aty në ju japim ushqim, ata na kallzojnë kur kanë qajtë smut. Do me thonë, na update-iratin krejt që ka po ndonë në për mahala. Edhe një sen që po mundohemi me bo, është që me i bo qajt e lagjës. Edhe me ju spjegu banorëve që aso lagjës, që ma mirë është me i pas 3-4 qajt mahalës tonde, të kastrum, sterilizum, vakcinum, se me i pas, me i largu ata, automatikisht kanë me të artrit. Që në qatë territor, që to në munona mi janë spjegu se ka shumë thirrje, për shembull kontraktori i komunës merr thirrje konstante prej njerëzve mahallave që i lypin mjau hek qajt. Ky mundet mjau hek qajt, edhe na mundem me hek qajt, po duhet me kuptu që momenti që një territor lirohet, mushët për qajve të ri. Banohet për një tjetër. Po mushën vinë, se aty ku në për qytete ka qaj se ka bërlla, ka ushqim. Ata vinë mas ushqimit, kështu që ti hek një grup qajnëve të vinë tjertë. E tash qëllimi jonë është që me eduku, edhe me informu njerës që me pas mundësi, me i zbut që ata qenë të mahallës tonde, dhe ata bonë si qaj të shpizve që jetojnë jashtë. Edhe me majtë që ata e mbrojnë teritorin e vetë. Ati se non stop vinë qenë të ri, lirohen, Prizreni ka edhe një karakteristik tjetër se shumë rreth qyteteve ka njerëz që punojnë me blektori, kanë dele shumë. Edhe lirojnë qaj të sharit në binë qytet. E tash për shembull qeni i sharit midis qytetit po është pagi problematik. Pse ndodh kjo? Po si duket ata i përdorin një kohë ose plakën. Kemi një qen për shembull në strejmuret e Luli, që e kemi marrë prej oborit spitalit. Ai shihet që është qeni i sharit, shumë i moshuar, edhe ka fillu edhe mu smu, domethënë ai ka edhe pak jetë. Tash ata blektorë si duket s'kan interesim ose nuk din mi mjeku me i bo dhe ka pelshon dikun afër qytetit, që me pas mu gjind me hongër. Edhe s'kan interes me majt, edhe diqysh braktisët në vitet ose mujt e fundit jetës, që po është e dhimshme.
E tash qatë qenë njonin, Tomi ja kemi lorë emrin, Tomi është te luli këtu, në strej e famshme e lulit, që s'di luli që s'di me thonë jo, për raste shumë të prekshme luli gjithë s'na thot jo. Luli s'thot jo për raste të prekshme, po që disa arë që provoj me thirë në emision, gjithmonë më thot jo. Në ashtu është modest luli, që ma ka lonë që atë për shtypje. Po, edhe më ka të regu që sa ma shumë që aja ekspozohet, qaq ma shumë njerës të shkojnë edhe i dërgojnë qenë, aja nuk din me thonë jo, edhe strehimorja ati vish po mbi populohet për tyne. Ati qysh është e fështirë, po është edhe më shumë edhe mi këthy, po ama duhet me pas një farë kontrole, se s'mun është vetëm të natë. Po, kur jemi këtu të puna, unë kom më ndëgjua dhe kom rastis me pa disa strehimore në vendet e jashtme edhe kom cek edhe ma herët. Ata nuk i kishin nështa strehimore ish me 400-500 qenë në një vend në Gjermani ose kudo, po më në një shtetit jashtme, po me qata qenë, qatë kapacitet ishin vetëm 2 punëtor, ku lista e vullnetarve ishte shumë e gjatë. Do me thonë, one me dasht me shkunat strehimore, u dasht kema apliku 2 javë ma herët për me ardhë në rend. Do me thonë, strehimorja funksionej ke krejt prej vullnetarve, në bazë vullnetare prej aktivistëve, dashamirësve të kafshve. Adin qyshune edhe shpesh më bjen me fol me njerës, edhe njerës që s'po jetojnë këto edhe këto, po adin puna e punës vullnetare. S'pëdina, ose se kemi shprehi, ose s'jemi mësu hala me bu punë vullnetare, s'pëdi. Adin ashta për të mire në komunitetit, ose se kemi hala që atë ndjenë, nuk pëdi. Adin se që për shumë, po marrë shumë të strehimoren që tona që shfrytëzojmë bashkarisht me kontraktorin e Prizrenit, po thamë. Unë shkoj aty, unë e obligim se ka me shku. Po është qef, ka një herë besom, adin kur po jam bajat ose po jam disponim të keq, po thamë, adin prit po shkoj deri nalë strehimore, edhe pse absolutisht se kam obligim, po shkoj që aty një moj pakës me pastru, i lojmë end, ju qesim ushqim, e nëzirin e qenë me shëtita, vedin e dyqysh e shet dalimin që ju ka përmirësu shëndetit, dyqysh të bon mu një mirë. Së do me thonë gjithë shka mu konë me vonë diçka me marë diçka. Tash, adin, së do me thonë, tash dyqysh mu më jep knaqësi, kur t'i shua ta t'lumëtur, apo kuptan, tash, adin ajo vandres disponis. Kjo është përblimi, së do me thonë, mu konë financiar, po thamë gjithmonë, adin është lezet, kur të shet dalimin, adin, edhe kishim pas ma te për vullnetar, nështë ta kishim ujtë edhe na me bo strehimore, adin, po, është individuale kjo puna e... Individuale edhe mund nga në edukatat e nafrë. Për punë vullnetare. S'jemi po gëtë, s'jemi të gatshëm. Ja, po thamë. Kush e di edhe sa dekada shkojnë për me arrit në stadin e shteteve të jashtme. Pa i thash ka dal-dale. Ka dal. Qëre, dalimi është i madhë. Ka unë e majnë men, jo më konë Prishtinë, se për Prishtinës e më dalë që 5-6 vjetë, e majnë men mëngjeset në Prishtinë kur janë vraqajt. Jo, fort më ti. Fati që në qatë pjesën e në kam qenë. Une jom konë të banu atëre në bregun e Dillit, edhe une e majnë men, si është fort më ti ajo punë, kur kreshin me pushken vraqajt edhe piskamat që janë një dhe në mëngjes. Do me thonë, a ka mundësi për mu përmirësu situata, gjendja sana? Natyrisht, gjithmonë ka hapësi për mu përmirësu jeta edhe njerëzve drejt, me thonë, së është që na jemi tu jetu super e këtë shtas, vishë shtas po ekin. Po du me thonë, para 15 vjetë e këtu janë ekzekutu shtas. Tash ka numër të madh të organizatave që i miren, individ vetë personalisht që qonë motra jame, ka 3 qaj të rrugës që i ma në shpe. Nana jeme ka qenin që ka marrë të mentorin Prishtina do Kshaltër. Po du me thonë, një shpi na i kemi një 5 qaj që i kemi të rrugës. Apo kuptan, du me thonë, ka ndru mentaliteti familjes tamë. Na, diri vitin 90 e dishka na i kemi ble qajt.
kemi ble dobermana, vuqjaka, që apo di, pekinezira, na kemi ble qaj, s'kemi marrë qaj trugës. Po do me thonë, tu e njës për shpis teme, unë po flasë që na kemi përparu në këtë aspekt, se tash kemi adoptu qaj. Një shpi, i kemi 5 qaj trugës. Do me thonë, se cila shpi ti kish pas, ka 2-3 qaj trugës, situata kish me qema ndryshe. Kështu që unë besoj që ka ndru shumë për të mirë, natyrisht ka edhe shumë për më bo. Lydra, se cila pyetje përgjigje pat një mesazh që e përqojmë të dëgjuesit dhe shikuesit dhe Radio Kosovës. Po për fund, edhe pse gjithmonë kemi se çka me folja dhe kjo temë është pa fund, por na po vim në fundin e minutave tonë, atëherë të lutem a mundësh një mesazh për ndjekësit e Radio Kosovës. Sa i përket qenve dhe macave. Qëre, se këta që i dojnë shtas të di që s'kom nevoj me ullqu mesazhe se e din shka bojnë. Unë e kuptoj që jo se cili e ka ndjenjën e njajtë ndaj qenve, sidomos qenve nda cak. Unë shka i kisha lut, se cilin është që spaku mos me i keq trajtu, nëse s'mundën mi unë ndihmu, le të kërkojnë ndihmë prej atyne që mirën me këtë punë. Se cili qytet ka nëj aktivist apo nëj organizat që mundet me ndihmu një shtaze. Dam mos me bo, nëse mundën me ndihmu mirë, jo, le të lypin ndihmë për dikujt, edhe i kisha lut krejt qytetarët e Kosovës, Prizren, Prishtinka, do që me kuptu që qenë të ndacak janë pjesë e shoqënisë tonë, bile për një kohë kanë me qenë. Kështu që le t'i akceptojmë që janë pjesë e jona, është pjesë e natyrës, është pjesë e mahallave tona, edhe me mundu që se cili pri neve që ata qenë që i kanë lagje me zbut, me jetu bashkë me ta, që mos me pas nevoj mu largu qajt me zarë, mos me pas nevoj me pas aksidente ose mu sulmu njerës për qajve. Se sa ma i afrët që është qenë me banorët e lagje, saj ata i konsiderën si familja dhe s'munët me pas sulme. Që ka është karakteristikë në Prizren, për shembull, u mus më ka ndodhë me një qenë ka kofshu dikon si në Prishtinë që ka nësë me raportim të kësi aksidenteve. Kështu që, për diri sa i akceptojmë në ashtazë si qenë të ndacak pjesë të jetës tonë, shoqënisë tonë, kish me qenë ma okej për krejtë. Lydra, të ceket disa herë me i zbut ata qenë. Unë mendoj që gjithë se cili qenë është i zbutën, për duhet njerëzit thellë në zamën e tyre mu zbut edhe me gjetë një pik humaniteti edhe një pik mëshire për mi ushqy edhe një pik uj. Që ka si mjaftan? Ki drejt, nashta unë u shpreha gabim, a di qysh nashta me kriju një fa relacioni, se zatën shtaz nuk të sulmojnë pa lidhja, dhe në kryesisht sulmojnë bi frikës. E kështu që më mujtë veç me i akceptu që është pjesë e lagjës tonde, edhe ata kur familiarizohen me ty, asë njëherë së ndodhë me pas. E dita që të njëjtin mendim e kemi për shtatë. No, jo, në u shpreha e zgjeda fjallën nga bim definitivisht. Faleminderit Lydra shumë për këto minuta, edhe shpresoj që shihemi prapë në podcast. Faleminderit të ty, ka dëshiroj sukses matutje. Faleminderit, miru pafshim zedhe.